Shënohet edicioni i 14 i TIFF Odës apo festivalit të filmit ndërkombëtar Oda, në Tetov, dhe për folur mbi këtë temë kam të ftuar koordinatorin e festivalit përmes platformave online Agim Abdullah. Përshëndetje Agim, shumë kënaqësi të të kem sot në emision. Përshëndetje, kënaqësia është e ime. Atëherë jemi në natën e 5 të festivalit, festivali filloi të hënën, sot ditë e premte nata e 5 nëse nuk gaboj, çfarë në përgjithësi pam dhe mund të shohim gjatë këtyre netëve në festivalin ndërkombëtar të filmit në Tetov Oda, që nga data 15 deri me datën 21 kur e kemi edhe natën përmbyllëse të festivalit. Po, festivali vazhdon, pra sonte në natën e 5 do të kemi mundësi që të shohim filmin Pikuj nga regjisori nga Shqipëria Robert Budina. Në rolin kryesor është aktori e njohur nga Kosova Gresa Paslaska, gjithashtu aty performon edhe aktorin Adem Karaga. Pra një film shumë i mirë i cili ka pasur një udhtim shumë të suksesshëm nëpër festivale të ndryshme botërore. Ndërsa nesër mbrëmë garën ballkanike të filmit të metrazhit të gjatë do ta mbyllim me një film nga Turqia të titulluar Gülizar. Ndërsa, ditën e diell, pra më datë 21 shtator, kur është edhe nata e fundit e festivalit, përpos ndarjes së çmimeve për filmat fitues, publiku do të ketë mundësi që të shohë filmin e quajtur Koma, pra filmin e parë të metrazhit të gjatë të regjisorit nga Tetova Agim Abdullah. Kemi arsye se pse u përzgjodhen këta filma, qoftë ai hapjes, më thënë burri i shtëpisë dhe po ashtu filmi Koma për natën përmbyllëse? Po, nuk ka ndonjë arsye të veçantë, mirë po siç e dini, domethënë festivali i filmit në Tetov gjithmonë në fokus ka prezantimin e autorëve shqiptar. Në fokus gjithmonë e kemi këtë. Dhe e bukura e festivalit të CVM, pra këtij edicionit të 14 të Tifodës, është se dominojnë autorët shqiptar me filmat të metrazhit të gjatë. Pra nëse keni parasysh, domethënë filmin e kemi filluar me film shqiptar, Burri i shtëpisë nga Shqipëria. Pastaj vazhdojmë me filmin kemi vazhduar faktikisht me filmin e I Bërdarit nga Kumanova, regjisor gjithashtu shqiptar nga Maqedonia. Profesor Isa Qosja, Robert Budina, pastaj edhe filmi im në fund, kështu që domethënë nga gjithsej 7 apo 8 filma të gjatë, 6 filma janë të autorëve shqiptar. Flasim pak mbi kategoritë që janë në garë dhe si u bë përzgjedhja atyre dhe, po si do bëhet përzgjedhja e këtyre filmave dhe jurin po ashtu. Atëherë, këtë vit, ne përgjatë festivalit, nga data 15 deri 21 shtator, domethënë gjithsej do të shfaqim 44 filma në disa kategori, ku 34 prej tyre do të garojnë për çmimet kryesore në 5 kategori. Pra kemi kategorinë Cine Balkan Panorama, filmi i metrazhit të gjatë ballkanik, Cine Short Fiction Panorama, që është kategoria garuese e filmit të shkurt artistik. Pastaj kemi kategorinë garuese të filmit të shkurtër dokumentar, të filmit të shkurtër të animuar dhe të filmave studentor. Përzgjedhja si gjithmonë bëhet nga njerëz profesionist. Shumë filma kemi çdo vit që aplikojnë në festival, ndërsa selektorët kanë për detyrë domethënë që të bëjnë përzgjedhjen e më të mirëve. Si e shohim prezencën e filmave studentor në festival? Sa japim rëndësi kësaj kategorie dhe po ashtu le të themi prezencës apo prezantimit të gjeneratës së re të kinastëve? Patjetër, domethënë çdo vit ne kemi filma studentor dhe interesimi është shumë i madh dhe zakonisht vinë nga akademitë e filmave si në Tetov, ashtu edhe në akademi tjera, domethënë nga Shqipëria dhe nga Kosova, po kemi raste kur kemi edhe situata kur vinë filma studentore dhe nga vende të ndryshme të botës. Premiera të tjera kemi përpos filmit Koma të natës përmbyllëse? Premiera të tjera mendoni të filmit të gjatë? Qoftë ati me metrazh të gjatë apo ati me metrazh të shkurtër? Po, në vazhdim premier do jetë filmi im, pra filmi i parë i metrazhit të gjatë Koma.
Ndërsa filmat tjerë janë filma që janë shfaqur për festivale, mirë po e përmbushin kushtin dhe do jenë pjesë e festivalit në vijim. Që se kemi fjalën për filmat e gjatë, ndërsa për filmat e shkurtër, do më thonë, çdo ditë ne kemi kombinim të programit, dhe aty do më thonë gjatë ditës do më thonë shfaqen një pjesë e filmave të shkurtë artistik, një pjesë e filmave të shkurtër të animuar, dokumentar, studentor, kështu që është çdo ditë programi i kombinuar. 14 edicione më radh, si e shohim interesimin e publikut apo të audiencës për festivalin e filmit? Pa tjetër që Tetova ka një audiencë të mrekullueshme sa i përket filmit, gjithashtu edhe teatrit, ne zakonisht kur kemi festa të këtilla, evenimente të këtilla, do më thonë publiku është jashtëzakonisht i interesuar dhe ne jemi shumë të kënaqur nga ajo që kemi parë, do më thonë nga prezenca e audiencës. Natën e parë, pothuajse salla ishte e stërmbusur, po interesimi edhe në vijim ka qenë i padiskutueshëm dhe shpresojmë që të vazhdoj kështu deri në natën e fundit, që besojmë që edhe natën e fundit do e kemi sallën përplot me publik. Aktivitetet e tjera përveç shfaqjes së filmave kemi pasur apo do të kemi edhe në këto ne që na kanë ngelur? Patjetër ne bëjmë si rregull kur kemi filma të autorëve të cilët janë prezent në festival, ne do më thonë filmin që e shohim sonte, patjetër që nesër në orën 11 bëjmë një round table discussion me regjisorin apo nëse është dikush prezent nga aktorët, dhe këtë e kemi si rregull dhe ajo shërben pastaj nëse ka interesim, ka student të aktrimit, edhe regjisori patjetër që mban edhe një workshop apo një masterclass për të interesuarit. Si ndikon, le të themi, si festival, qoftë në jetën kulturore të Tetovës apo në përgjithësi të vendit? Po ne sinqerisht besojmë edhe kjo është arsyeja pse gjithmonë do të thonë lodhemi shumë për të përgatitur festivalin, sepse nuk është lehtë të përgatitësh një festival për gjatë gjithë vitit. Dhe ne i besojmë shumë faktit, do më thonë që festivali i filmit në Tetov është një festë e vërtet filmi dhe ndikon shumë në zhvillimin dhe ngritjen e vetdijes apo nivelit kulturor në qytet, dhe këtë e dëshmon edhe interesimi i madh që ekziston për gjatë kohës organizimit të festivalit. Padyshim, do më thonë, të gjitha aktivitetet që zhvillohen në qytet e kanë të njëjtin qëllim dhe ne mundohemi që të jemi një pjesë e vogël të paktën e këtyre përpjekjeve për të ndikuar në zhvillimin kulturor të qytetit. Me mbështetjen si qëndrojmë, jemi mjaftueshëm le të themi të kënaqur, çdo lloj mbështetje flasim për një event kaq të rëndësishëm për jetën kulturore artistike. Normalisht që mbështetja asnjëherë nuk mjafton, sepse për të organizuar një festival të mirëfill të filmit, gjithmonë nevojitet mbështetje shumë më e gjerë se ajo që kemi ne tani. Mirë po ne prapë jemi falendërues edhe për këtë që e kemi, sepse pak të ne nuk do kishim mundësi që të organizonim festival as pak. Dhe mundohemi shumë, mbështetja këtë vit ka qenë më e mirë se vitin e kaluar, ta themi, nga Agjencioni i Filmit të Republikës së Maqedonisë së Veriut, të cilit padyshim që jemi falendërues. Asnjëherë nuk mungon as mbështetja e komunës së Tetovës, kemi bashkëpunim shumë të mirë edhe me institucionin Qendrës për Kulturë në Tetovë. Për disa vite me radhë tani kemi bashkëpunim fantastik edhe me Europe House Tetov, ku një pjesë të programit e zhvillojmë atje, siç është kategoria, të gjitha kategoritë e filmave të shkurtër dhe filmit evropian. Kështu që nuk është keq, po gjithmonë ka hapësirë për mbështetje më të madhe, sepse e dini si funksionon, ti mbaret nga mundësi dhe mjetet, ashtu thret edhe mysafir. Sigur të kemi mbështetje më të madhe, padyshim dhe më thonë edhe ne do veproshim si festivalet më të mëdhaja të rajonit apo të botës, do kishim emra më të njohur botror, sepse emrat e njohur rajonal gjithmonë i kemi, po marr parasysh mundësitë dhe kushtet, sepse ata na kuptojnë dhe nuk kanë ndonjë kërkesë të veçantë dhe përshtaten me mundësitë tona. Mirëpo do kishim pasur ne dëshirë, domethënë që publikut ton, studentëve, ardashësve, t'ju prezantojmë secilin vit nga një figurë të madhe nga yjet botërore, mirëpo
t'i sjellësh ata në festival, është kosto shumë e madhe, të cilën ne për momentin nuk e kemi. Si regjisori vetë filmit Koma, që na vjen në natën përmbyll, sepse zgjodhe pikërisht festivalin Oda, që tjetë, le themi, vendi apo eventi ku jepet premiera këtij filmi? Po shifni, unë vetë jam nga Tetova, edhe besoj që nuk ka gjë më të mirë, domethënë që filmin e parë të metrazhit të gjatë ta prezantosh përpara publikut tat në festivalin tënd, pra të qytetit tënd dhe në vendinjen tënde. Dhe kjo ka qenë arsyeja kryesore pse unë zgjodha domethënë që premiera e parë publike e filmit Koma të ndodhë në Tetovë. Çfarë presim? Flasim pak mbi pritshmëritë, është filmi i parë i metrazhit të gjatë, apo jo, the nëse nuk gaboj, si e pret? Po, është e vërtet, domethënë që është filmi i parë i metrazhit të gjatë, unë kam edhe 3 apo 4 filma të shkurtër që kam realizuar dhe besoj që ashtu e si filmat e shkurtër, edhe filmi Koma do ketë një rrugtim të mirë nëpër festivale. Këtu do jetë vetëm projekcion special për shkakun dhe për vetëm arsye që unë jam vetë pjesë e festivalit dhe nuk është korrekte domethënë që si antar apo koordinator e festivalit unë të garoj me filmin tim. Kështu që për atë vendosëm që të jetë vetëm projekcion special premiera, mos jem në garë. Dhe shpresojmë që do kemi një udhtim të suksesshëm, po kjo mbetet publiku sa i përket filmit, të më thonë sa ka dalë i suksesshëm dhe si duket, do ja lëm publikut natën e 21 shtatorit pas përfundimit të filmit që t'jep mendimin e vet. Sa çmime do na ndahen natën e fundit të festivalit? Po ne për secilën kategori, domethënë kemi vetëm çmime kryesore. Do ndajmë domethënë çmim për filmin më të mirë të metrazhit të gjatë, film më të mirë të metrazhit të shkurtër. Për secilën kategori pra kemi nga një çmim. Mirë po varësisht, ka njerë domethënë varet edhe nga mendimi i jurisë, që ata mendojnë domethënë që në ndonjë film ka edhe ndonjë aspekt tjetër i cili duhet të vlerësohet, padyshim domethënë që ne jemi gjithmonë të hapur dhe mund të ndajmë. Nganjëherë juria mendon domethënë se përveç filmit më të mirë, në një film ka një aktor apo aktore që ka pas performancë të jashtëzakonshme dhe meriton që të shpërblehet dhe nderohet me çmim, apo ndonjë prej filmave të tjerë ka skenar shumë të mirë, të veçantë. Mbas sugjerimeve të jurisë festivalit, ne bëjmë edhe bashkëpunimin e nevojshëm, mirë po për momentin çmimet kryesore janë vetëm nga çmimet për film më të mirë në çdo kategori. Krijon apo ofron mundësi të reja bashkëpunimin ndoshta ndërmjet regjisorëve apo kinazëve në përgjithësi, apo qoftë edhe vetë pjesëmarrësve të tjerë në event? Patjetër që një prej anëve të fuqishme të festivaleve është kjo, jo vetëm festivali, por në gjitha festivalet, dhe kjo është arsyeja pse gjithë regjisorët apo punëtorët e filmit, domethënë, mundohen që të jenë prezent, aplikojnë me filma nëpër festivale, sepse kjo është mundësia më e mirë për të njohur njerëz të tjerë, kolegë të tjerë nga vende të ndryshme, për të njohur me mënyrën e punës së tyre. Dhe kjo ndodh padyshim edhe në festivalin tonë. Edhe kjo është edhe arsyeja pse ne organizojmë edhe round table discussion me çdo regjisor apo aktor apo figurë të njohur që vjen, prezantohet me film, ditën e nesërme me njëherë organizojmë atë, domethënë që të interesuarit, qofshin ato regjisor të filmave të tjerë apo ardashës të njihen me autorët prezent dhe padyshim domethënë që kjo ndodh çdo vit edhe në festivalin tonë. Kemi të interesuar që vinë të këto round tables, po edhe vetë regjisorët janë të hapur ndaj këtyre diskutimeve, janë të gatshëm të ndajnë, përvojën eksperiencën dhe po ashtu artin e tyre me të tjerët? Patjetër që janë të interesuar, sepse si për ne që ndoshta për mua që jam interesuar të njihem me një autor i cili vjen në Tetovë, edhe për ata është rëndësishme të njihen me njerëz dhe me kolegë nga Tetova, nga Shkupi, nga Komanova apo nga vende të tjera që janë pjesëmarrës, dhe deri tani të gjitha autorët apo regjisorët që kemi pas mysafir, domethënë e kanë mirëprit dhe madje edhe kanë insistuar domethënë për organizimin e këtyre diskutimeve.
Akim besoj puna vazhdon akoma, pasi që jemi akoma duke u marrë me festivalin, kështu që unë po të përshëndes për sot duke ju uruar shumë suksese tutje dhe uroj që ritakohemi sërish për të tilla evente dhe sukseset. Falenderoj edhe një herë që ke gjetë kohë dhe mundësi të jesh pjesë e emisionit. Respekte, faleminderit edhe juve, suksese e shihemi në raste të tjera. Atëherë të dashur, erdhi koha që përshëndes edhe unë edhe për sot duke ju uruar një fundjavë sa më të këndshme, ne ritakohemi sërish të hënën në të njëjtën orë. Mirëmbëjtje.